Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse i keni këto shenja në trup, tregoni kujdes pasi trupi juaj ka mungesë magnezi. Ja si ta merrni atë. Magnezi është një mineral i rëndësishëm për shëndetin e njeriut. Ai praktikisht mund të mbështesë funksionin e çdo organi dhe sistemi të trupit. Kur trupi përballet me mungesë të magnezit, atëherë ai do të vuajë vazhdimisht nga lodhja kronike, kontraktimet muskulare të përzirat, konstipacioni dhe madje edhe nga mpirja e vazhdueshme e duarve. Nëse njeriu nuk tregohet i vëmendshëm ndaj sasive të magnezit, atëherë mund të përballet me komplikacione të ndryshme. Këto përfshihet tensioni i lartë i gjakut, osteoporoz, gurët në veshka dhe sëmundje të zemrës, si tonel të pikon. Shkaktarët e mungesës së magnezit mund të jenë nga më të ndryshmit. Ekspertët thonë se depozitat e magnezit mund të shterohen për shkak të disa faktorëve. Këtu mund të përfshihet diabeti, mosha, diarrea, medikamente të caktuara. Në shumë raste, gratë, shtatzana dhe lehona vuajnë shumë nga mungesa e këtij minerali. Shenjat paralajmëruese të mungesës së magnezit mund të jenë nga më të ndryshmet. Mungesa e magnezit është një problem që duhet të adresohet në kohë për të qenë në përditësim në lidhje me shëndetin tuaj. Në këtë video do të mësoni shenjat paralajmëruese të mungesës së magnezit sipas health.com. Kontraktime muskulare. Nivelet e ulta të magnezit, kaliumit dhe kalciumit shkaktojnë kontraktime muskulare. Nivelet e ulta të magnezit për një kohë të gjatë do ju shkaktojnë ngërçe, dhe ngërçet e vazhdueshme dihet se mund të vinë nga mungesa e këtij minerali. Problemet me gjumin gjithashtu mund të jenë më të larta. Një nga shenjat paralajmëruese të mungesës së magnezit ka të bëjë me gjumin. Njerëzit kanë në vështirësi të zëri gjumit, të flenë gjatë natës ose më tepër të lodhur nga pagjumësia. Për të evituar këto shqetësime duhet të adresoni gjithmonë edhe shenjat tuaj tek mjeku për të marrë trajtimet e duhura. Magnezi është një nga mineralet më të rëndësishme për shëndetin e njeriut, dhe si e tillë duhet të jetë pjesë e rëndësishme e dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë e veçantë ushqyese që ai ka, do ju ndikojë drejt për së drejti në organizëm. Ai praktikisht mbështet funksionet e çdo organi dhe të sistemit të trupit. Magnezi përfshihet në plot 300 reagime biokimike të trupit dhe ndër të tjera rregullon edhe tensionin e gjakut. Kur trupi përballet me mungesë të magnezit, atëherë ai vuan nga lodhja kronike, kontraktimet muskulare të përzirat, konstipacioni dhe mpirja e duarve. Nëse njeriu nuk tregohet i vëmendshëm ndaj sasive të magnezit, atëherë mund të përballet me komplikacione të ndryshme. Këtu përfshihet tensioni i lartë i gjakut, osteoporoza, gurët në veshka dhe sëmundjet të zemrës. Ekspertët thonë se depozitat e magnezit mund të shterohen për shkak të disa faktorëve. Këtu përfshihet diabeti, mosha, diarrea dhe medikamente të caktuara. Në shumë raste, gra, shtatzana dhe lehona vuajnë nga mungesa e këtij minerali. Mungesa e magnezit është problem që duhet të adresohet tek mjeku. Ai mund të vijë gjithashtu edhe me të përzjera. Mungesa e oreksit është një prej shenjave të hershme të mungesës së magnezit. Për më tepër, ky problem shfaqet edhe me të vjella të përzjera të cilat mund të zbuten dhe të përdorni edhe xhenxhefil. Ai mund të jetë me shenja në zemër dhe luhatje të humorit. Mungesa e magnezit ka ndikime të forta në shëndetin e zemrës dhe në përkeqësimin e shëndetit të saj. Ndërkohë njerëzit që vuajnë nga mungesa e magnezit përballen me luhatje të forta humorit, depresion dhe ankth. Edhe problemet e gjumit mund të lidhen gjithashtu me mungesën e këtij minerali. Një nga shenjat paralajmëruese të mungesës së magnezit ka të bëjë me gjumin. Njerëzit kanë në vështirësi të zëri gjumin, të flenë gjatë natës ose të ndjehen tepër të lodhur nga pagjumësia. Nepsi për çokoladë gjithashtu mund të lidhet me mungesën e magnezit. Njerëzit që vuajnë nga mungesa e magnezit kanë një dëshirë më të madhe çokolade. Ky e fundit plotëson nevojën për magnez. Megjithatë, nëse jeni të dhënë pas çokoladës, siguroni që ajo është e zezë sepse është e shëndetshme, dhe kështu do t'i ofrojë trupit edhe vlerat që ju keni nevojë. Magnezi është një mineral jashtëzakonisht i rëndësishëm për trupin dhe shëndetin e përgjithshëm. Ai është i nevojshëm për trupat tanë për shkak të rëndësisë që ka në prodhimin e hormoneve. Minerali ndihmon në ndërtimin e muskujve dhe të kockave dhe relakson nervat dhe muskujt. Ai mbështet shëndetin mendor dhe metabolizmin dhe është i rëndësishëm në transmetimin e impulseve nervore.
Përveç kësaj, magnezi luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e presionit të gjakut, sheqerin në gjak, nivelin e kolesterolit dhe të tjera. Nëse keni mungesë të magnezit, kjo mund të çojë në disa simptoma mjaft të bezdisshme, veçanërisht në planet afatgjata. Simptomat më të zakonshme përfshijnë dëshira për ushqime të ëmbla, dhimbje të muskujve veçanërisht në pulpat e këmbës, pagjumësi, nyje të lënduara, lodhje ekstreme, presioni i lartë i gjakut, ndjenjë depresioni, çrregullime të ritmit të zemrës dhe migren. Qasja më e mirë për të zgjidhur këtë problem shëndetësor është të hani më shumë produkte që përmbajnë mjaftueshëm magnez. Ju duhet të hani perime jeshile, skumbri, avokado, fiq të thatë, bajame, arra dhe fare lule djedhje ose kungulli. Ju gjithashtu mund të blini suplemente në farmaci për të plotësuar një mungesë të magnezit në trup. Është e rëndësishme që çdo ndryshim ta bëni në mbikëqyrjen e një mjeku përkatës, për të evituar kështu edhe gabimet në përdorimin e tyre. Kështu do ta keni më të lehtë edhe të përmirësoni shëndetin tuaj. Magnezi është një mineral shumë i rëndësishëm i shumë proceseve të rëndësishme për trupin, dhe mungesa e theksuar e tij për një kohë të gjatë do të krijojë edhe shumë shqetësime. Ekspertët citojnë se magnezi duhet të merret në mënyrë natyrale nga produktet, dhe nëse nuk e suportoni dot në trupin tuaj, atëherë mund të përdorni edhe produktet të suplementeve, gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Shkencëtarët në Universitetin e Minnesotas në përpunimin "Ushqimi si informacion, shembuj të rolit të ushqyerjes që luajnë në organizëm", zbuluan se si lëndët ushqyese ndikojnë në organet e caktuara dhe u lejojnë atyre të kryejnë funksionet e tyre. Ka më shumë lëndë ushqyese të përfshira në këto procese dhe këto janë disa nga ato kryesoret, citojnë shkencëtarët. Sipas tyre, për funksionin imunitar janë të rëndësishme vitamina A, E, B6, C, zink, acid folik, riboflavin, magnez dhe selenium. Funksioni i sistemit nervor përmirësohet nga natriumi, kaliumi, magnezi, kalciumi, vitamina B6, acidi folik, B12, bakri, vitamina C. Për rigjenerimin e indeve nevojitet vitamina A, E, B6, C, bakër, riboflavin, magnez. Metabolizmi stimulohet nga kaliumi, tiamina, niacina, vitamina B6, magnezi, riboflavina, acidi folik dhe vitamina C. Magnezi si mineral është thelbësor për të gjitha funksionet e mësipërme. Gjendet në grur, arra dhe fara, sidomos farat e kungullit, soja, çokolada e zezë, perimet jeshile, bishtajat, peshk, kozë dhe produktet të tjera të qumshtit. Sidoqoftë, sasitë e magnezit në ushqime ndikohen nga përmbajtja e tokës në të cilën është rritur. Dhe fakti është që përqindja e magnezit në tokë është ulur ndjeshëm gjatë shekullit të kaluar, kështu që nuk është gjithmonë e lehtë të sjellësh atë një sasi të mjaftueshme përmes ushqimit. Ky mineral nevojitet për kockat e shëndetshme, merr pjesë në transmetimin e impulseve nervore, relakson muskujt dhe rrit nivelin e energjisë. Ai kontribon në shëndetin e nënve të gjakut, ul presionin e gjakut dhe rrit HDL-n. Po ashtu luan një rol thelbësor në kontrollin e sheqerit në gjak, rrit funksionin imunitar dhe shpejton shërimin e flakëve. Mosmarrja e mjaftueshme e magnezit në trup mund të çojë në presion të lartë të gjakut, spazma të muskujve, artrit dhe kapslëk. Nevoja për magnez është rritur te njerëzit që janë të stresuar, irrituar dhe të prirur ndaj kushteve të depresionit. Këto probleme me dhimbje muskulare, tretja e ngadaltë, atletët, grashtatzana dhe gratë që ushqejnë fëmijën me gjë, gjithashtu kanë në mungesë të theksuar të këtij minerali. Uluntimet e fundit kanë treguar se në rastin e niveleve të ulta të magnezit, është mirë që ta bëni atë përmes ushqyerjes natyrale, duke përdorur magnez në formën e sprayt të aplikuar në lëkurë ose përmes larjes. Magnezi mund të spërkatet mbi lëkurë dhe trupi mund ta thithë atë më shpejt, pasi hyn drejt për së drejti në rrjedhjen e gjakut në inde për të hyrë në veshka, çka është edhe rasti i konsumit oral. Ekspertët citojnë se nëse keni mungesë të theksuar të këtij minerali, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun për të marrë zgjedhjet e duhura për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.